Shumë i dashur dhe nderuar dom Frok Zersopi, famullitar i Kishës Shqiptare Katolike të Binqës së Vitis, i nderuar dom Lush Gjergji dhe të nderuar përftërin e motra të nderit, të nderuara familje të heronjve dhe dëshmorëve të kombit, invalidë dhe veteranë të Fushisë Shqiptare të Kosovës, i nderuar shokë bashkëpunëtor, antar i shtabit të shef i G2-shit shërbimit informativ të zonës operative të Karadakut të Fushisë Shqiptare të Kosovës Abdul Bajrami, shumë e dashura nëna shqiptare katolike Stan Pjetër Gashi, nëna e Bukës së luftës së armatosur për liri e njëra prej nënave më të mëdha të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, faleminderit që jeni në mesin tonë. I nderuar kryetari i komunës Vitis Sokol Aliti, të nderuar profesor Jaja Drançolli e Anton Nik Berisha, të nderuar drejtues shtetëror lokale qendror, të nderuar të pranishëm zonja dhe zotrinj. Jam shumë i nderuar me ftesën që më është bërë nga miku e vllau im dom Frok Zersopi për të mbajtur një fjalë rasti në këtë simpozium historik sot këtu në qytetin e Vitis. Kjo është paraqitja ime e dytë përpara jush, pas asaj të parës para popullit shqiptar të Vitis, para njësiteve të ushtarëve të brigadës Bursele Bajram Sulejmani, kur në cilësinë e zëvendësit luftës jam ndarë për herë të fundit në emër të komandës shtabit zonës operative të Karadakut të Fushisë Shqiptare të Kosovës në rivarimin e herojve dhe dëshmorëve të kombit me 27 gusht të vitit 1999, të cilët jo shumë larg nga këtu prehen e ndriçojnë përgjithmonë në Kosovën e çliruar, të lirë e të pavarur nga Serbia pushtuese. Vëllezër e motra, Binqa e Truallit të Arbrit, Binqa e lashtë e vitit të largët 1919, Binqa fshati origjinal shqiptar, e cila ishte dhe mbetet fanar që ndriçon të ardhmen e ndritur dhe euroatlantike të popullit, atdheu dhe kombit ton, na ka bashkuar sot e do të na mbajë të bashkuar gjithmonë në shekuj e mijëvjeçar. Rajoni i Binqës, i Stublës, i Letnicës dhe i tërë Malësisë së panështruar të Karadakut me Shkupin, Kumanovën, luginën e Preshevës, Anamoravën dhe me kryeqytetin e kryengritjes dhe arenën e madhe të luftës anti-osmane, Kaçanikun heroik, përbëjnë një nga hapësirat më të rëndësishme historike e kulturore të popullit shqiptar të Kosovës, kur rënjët e identitetit shqiptar janë ruajtur ndër shekuj, pavarësisht pushtimeve, pavarësisht trysnive politike dhe përpjekjeve të tmerrshme për asimilim e shkombëtarizim. Binqa në veçanti, bashkë me Stublën dhe fshatra të boshatisura të tjera, të atij rreti në përgjithësi, historia dëshmon se ishin vatra të mëdha të qendresës heroike kombëtare. Ai territor nuk është vetëm një hapësirë gjeografike në hartën atdheut tonë të dashur dhe të shtrenjtë, por është një nga epiqendrat e qendresës dhe e kryengritjeve e luftrave heroike kundër hordhive pushtuese të perandorisë osmane. Është një trev legjendare ku gjuha shqipe, traditat, zakonet, dashuria e pastër dhe ndjenja e lirë kombëtare origjinale shqiptare janë trashëguar e janë ruajtur nga brezi në brez. Shqiptarët e kësaj jone, shqiptarët katolik, ruajtën ndër shekujve dijen e përkatësisë së tyre kombëtare dhe i përballuan të gjitha format e asimilimit, ndonse i paguan shumë shtrejt, por i arritën, dolën triumfator dhe sot i lire dhe rrezatojnë perspektivë të madhe euro-amerikane e të ndritur për kombin tonë. Binqa, sikur edhe Stublla e Kabashi, por edhe pjesë të tjera të popullatës katolike shqiptare me heroizëm biblik,
mbrojtën dhe mësuan gjuhën shqipe, kulturën dhe zakonet shqiptare, edhe në periudhat më të vështira e më të rënda, atëherë kur shpata pushtuese priste dhe grinte koka advetarësh e pyftrin patriot kombëtar. Roli i Kishës Katolike Shqiptare në këtë trev ishte rol brillant e krucial në ruajtjen e arsimit, traditës dhe identitetit kombëtar. Binqa, ky fshat i dashur shqiptar dhe fshatat e tjerë përreth, ishin pjesë e pandashme e qendresës së pathyeshme antipushtuese osmane, i dhanë gjak e luftetar liria dheut, sikur janë të pavdekshmit martirët e Karadakut. Banorët e Binqës dhe të atij pellgu u përballen me regjime të ndryshme, por nuk hoqën dorë nga gjuha shqipe, nga trashëgimia kulturore dhe nga ideali i lirisë kombëtare. Në periudha të ndryshme të luftrave për liri e sqarim të Kosovës nga pushtues të ndryshëm antishqiptar, kjo trev me Binqën kryeqendër, lashtësie i lire dha kontribut të çmuar në përpjekjet për shlirimin e vendit nga zgjedhja e robërisë. Shumë bij e bija të Karadakut liridash u rreshtuan në luftën për liri, ndërsa popullata mbështeti pa rezervë përpjekjet dhe aktivitetet e tyre kombëtare. Sot Binqa bashkë me fshatrat e tjera shqiptare është me ndikim në historinë kombëtare dhe dëshmojnë se identiteti origjinal shqiptar nuk është ruajtur vetëm me armë dhe luftra të armatosura shtrimtare, por edhe me shkollën, me fenë origjinale shqiptare, me kulturën, me gjuhën shqipe dhe me memorien historike. Krahina Lavdimadhe e Karadakut, në cilën Binqa e la 7.000 vjeçare zëvend nderi, dëshmon se kombi shqiptar ka ditur të mbjetoj jo vetëm duke luftuar, por edhe duke ruajtur me përkushtim rrënjët e veta të shkaluarës së pastër origjinale e tipike shqiptare. Binqa bën pjesë në ato vende ku fryma shqiptare jo vetëm nuk u shua kurrë, por edhe vazhdon të jetojë me dinjitet, me nder e me krenari edhe sot. Shumë të dashur motra e vëllezër shqiptar katolik. Faleminderit që e keni ruajtur fenë e të parëve dhe na keni renditur për krah popujve euroatlantik me kontributa të mëdha në arenën botërore që nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu e deri te famshmja nëna shqiptare kandidat njerëzor, nën Tereza. Faleminderit.